Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allah Azza wa Jall i urdhëroi robërit e tij që t'i luten atij. Dhe poshtë Allah Azza wa Jall i premtoi robërve të tij që nëse i luten ata, Allah do t'ju përgjigjet atyre. Allah Azza wa Jall këtë përmendi shpeshherë në librin e tij. Dhe në një prej ajeteve Allah Azza wa Jall tha: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj tha: "Mu lutni mua, unë do t'ju përgjigjem juve. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kurse ata të cilët janë kryelartë, paraqiten kundrejt adhurimit të Allahut Azza wa Jall, Allah do t'i fusë në xhenem të poshtruar. Poshtë Allah Azza wa Jall tha: "Inna rabbi lasami'u du'a." Allahu tha poshtu, Allah Azza wa Jall është ai i cili e dëgjon lutjen. Poshtu Allah Azza wa Jall tha: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allahu tha, nëse robërit e mi të pyesin për mu, tha tregoj atyre që unë jam afër atyre. Dhe e pranoj lutjen e lutësit kur ai më drejtohet mua me lutje. Andaj nëse duan udhëzim të drejtë, let më përgjigjen dhe poshtu let besojnë në mua. Poshtu Allah Azza wa Jall tha: "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya." Lutjuni Allahut me frikë edhe me shpresë, ose me përulje edhe në heshtje. Innehu la yuhibbul mu'tadin. Allahu nuk i do ata të cilët i te kalojnë kufit. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Edhe mos prishin në tokë pasi që toka është përmirësuar. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Dhe lutjuni Allahut me frikë, lutjuni Allahut nga frika e dënimit të tij dhe me shpresë në mëshirën e tij. Inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Rahmeti Allahut Azza wa Jall është afër atyre të cilët bëjnë mirë. Këto ajete dhe shumë ajete tjera tregojnë vlerën e lutjes dhe se Allah Azza wa Jall garantoi ai i cili drejtohet Allahut Azza wa Jall, Allah do t'i përgjigjë lutjes së tij. Allah Azza wa Jall edhe pse i nxiti robërit e vet që t'i luten atij, megjithatë Allah nuk është nevojtar për lutjet e robërve të tij. Allah Azza wa Jall është i panvarur, Allah Azza wa Jall është pasanik, kurse robërit e tij janë ata që kanë nevojë për Allahun Azza wa Jall. Prandaj Allah Azza wa Jall i nxiti ata që t'i luten atij dhe njëkohësisht Allah Azza wa Jall dëshiron edhe do që robërit e tij t'i luten atij për shkak se kur robi i drejtohet Zotit të tij, ai e paraqet realisht varfrinë e tij, se është i varfër për Allahun Azza wa Jall dhe ka nevojë për krijuesin e tij. Allah Azza wa Jall me një hadith kutsi që përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jall tha: "Ya ibadi, innakum lan tablughu darri fatadarruni." O ju robërit e mi, ju sa do që e arrini shkallët e dëmit, e të bëri dëm, s'ka mundësi ju mua të më dëmtoni. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dhe sa do që i arrini gradat e bërjes mirë, s'ka mundësi që ju mua të më bëni dobi ose të më jepni ndonjë të mirë. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin kanu ala atqa qalbin qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay." O ju robërit e mi, sikur se ju të gjithë, i pari dhe i fundit, njerëzit edhe gjinët, të kishit qenë sikur se një zemër e një zemër miri, nuk ka mundësi kjo t'i shtojë diçka pushtetit tim. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a. O ju robërit e mi, sikur se ju të gjithë së bashku, i pari dhe i fundit, njerëzit edhe gjinët, të gjithë, nëse ju jeni sikur se një zemër e një zemër prishuri, nuk ka mundësi kjo të paksoj nga pushtetim asgjë. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. O ju robërit e mi, sikur se ju të gjithë bashkarisht, i pari dhe i fundit, gjinët edhe njerëzit,
Qamu fi saidin wahidin fasaluni, ulen ose qëndrojnë me një vend. Edhe gjithë ju më drejtoni me kërkesë, fa athejtu kulle insanin mes'eletu ma naqasa dhalike mimma indi illa kema yankusu el mikhyatu idha udkhila al bahr. Nëse ju gjithë kërkoni prej meje kërkesë, gjithëve unë u plotësoj juve kërkesat, dhe kjo nuk pakson nga pushteti im asgjë. As sa pakson një gjilpër e cila futet në det. A ka mundësi që të hetohet diçka nëse ajo futet në det, apo të paksoj nga deti diçka? Kur gjë. Ky hadith tregon, do të thotë, që Allah Azza wa Jall dëshiron prej robërve të tij që ata t'i drejtohen atij me luçje dhe t'i luten atij. Për shkak se kur robi realisht e shpreh varfërinë e tij, kjo tregon dashurinë, e tregon përuljen, e tregon nevojën që e ka robi për krijuesin e tij. Sa më shumë që robi i lutet Allahut Azza wa Jall, aq më shumë i shtohet dashuria Allahut për robin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Leysa shay'un akrama ala Allahi min ad-du'a." Tha nuk ka diçka më të ndershme te Allahu se sa luçja. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Innahu man lam yasalillah yaghdab alayhi." Ai i cili nuk e lutet Allahut, Allahu zemrohet me të. Thoshte një poet: "Allahu yaghdubu in tarakta su'alahu wa bunay Adam hina yusalu yaghdabu." Kur Allahu nuk lutet, Allahu zemrohet. Kurse kur Allahu zemrohet, atë kur robi e le luçjen e tij. Kurse bijtë e Ademit, kur atyre u drejtohet dikush me ndonjë kërkesë, ata zemrohen. Kjo është Allahu Azza wa Jall. E këta janë krijesat. Te Allahu Azza wa Jall sado që ti lutesh, sado që ti troket në derën e tij, Allahu Azza wa Jall asnjëherë nuk e poshtron robin e tij. Dhe asnjëherë nuk e përbuz robin e tij. Dhe asnjëherë nuk ja shfaq nevojat e tij në krahasim me njeriu i cili momentin që njeriu shkon taj edhe kërkon prej tij, njeriu zemrohet. Thot pse erdhe te unë? Kush tha ty për me ardhur te unë? Ku më gjete mu? A nuk pat qerë që ti me shku deri taj? Te Allahu Azza wa Jall kjo nuk ndodh. Allahu zemrohet kur robi e braktis luçjen, kurse krijesa zemrohet kur shkon njeriu dhe kërkon diçka prej tij. Allahu Azza wa Jall, siç e përmenda, e do atij cili lutet atij. Edhe do që robi i tij të drejtohet atij. Edhe normalisht në këtë rast Allahu ja pranon luçjen e tij, ja realizon ëndrat e tij, shpresat e tij. Secili prej neve ka shpresa dhe ka ëndra, ka dëshira dhe dëshiron që të realizojnë ato. Ato nuk munden që të realizojnë pa lejen e Allahut Azza wa Jall. Sado që njeriu është i aftë, dhe sado që ka mendjepresi, dhe sado që ka aftësi për me arrit një punë ose një synim, megjithatë pa lejen e Allahut nuk ka mundësi që të realizohet asgjë nga ato luçje ose nga ato dëshirat e tij. Andaj kur robi dëshiron që të arrijë deri te Zoti i tij, edhe dëshiron që nëpërmjet luçjes të arrijë suksesin e tij, duhet për me ditën që janë disa kritere që Allahu Azza wa Jall i caktoi me qëllim që ti pranohet luçja e tij. Kritere dhe po ashtu pengesat që e pengojnë në robin që ti pranohet luçja e tij. Paqëtor duhet që të pranohen ato kriteret dhe të largohen gjithë ato pengesa me qëllim që Allahu Azza wa Jall t'i pranojë luçjen atij i cili drejtohet atij. Ibnul Qayyim rahimullah i përmlodhi disa prej tyre në disa prej librave të tij dhe i përmlodhi në një mënyrë shumë të mirë, me qëllim që secili prej neve të i rishikon ato dhe të i mëson ato. Dhe kush i lutet me gjitha ato kritere që Ibnul Qayyim i përmendi rahimullah, shpresohet që ajo lutje mos të refuzohet me lejen e Allahut Azza wa Jall. Unë do t'i përmendi ato, pastaj do të fillojmë një nga një me lejen e Allahut Azza wa Jall, të i spjegoj, të i qartësoj me qëllim që të vetëdijsojmë se si duhet që t'i lutemi ne Allahut Azza wa Jall. Shpeshherë ne drejtohemi Allahut Azza wa Jall. Megjithatë luçjet e tona nuk pranohen, kërkesat e tona refuzohen, edhe shpeshherë ankohemi se nuk kemi sukses, për shkak se punët e tona do thotë nuk janë ashtu si duhen, edhe ato janë dukshme realisht. Ne shpeshherë lutemi, po luçja jon nuk pranohet, refuzohet ose vonohet. Pse? Ku qëndron suksesi? A ka mundësi që luçja të refuzohet? Po. A ka mundësi që luçja të kthehet dhe mos pranohet asnjëherë? Po. Ku qëndron problemi? Do ta shohim tash me lejen e Allahut Azza wa Jall, ashtu siç e përmendi Ibnul Qayyim rahimullah. Ibnul Qayyim madje pasi që i përmend gjitha ato, Ibnul Qayyim tha: "Fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abadan." Ta kush i plotson këto kritere, luçja e tij nuk ka mundësi
që të refuzohet asnjëherë me lejen e Allahut azza wa jall. E Ibn Qayyim i tha, e para për tyre thot wa idha jama ma ad-dua, nëse robi dëshiron të lutet Allahut azza wa jall, edhe niset që t'i lutet, thot nëse ai i ashton gjitha këto, shpresohet pranimi i lutjes së tij. E para, thot hudurul kalbi wa jamiyatuhu bi kulliyati ala al-matlub. Ibn Qayyim thot e para prej tyre është prezenca e zemrës kur njeriu lutet Allahut azza wa jall, dhe fokusimi i tij i tëri të jetë te kërkesa e tij. Do thot kur njeriu e ka një synim, e ka një lutje, e para prej asaj na thot Ibn Qayyim, e para është duhet me qenë zemra prezent. Edhe krejt fokusi i tij me qenë i fokusuar te kërkesa e tij, jo me çumen diku gjath ose në majt ose diku tjetër, po gjithë fokusi me qenë aty dhe zemra me qenë prezent. E dyta, tha koha të përputhet me kohën kur pranon lutjet, e ato janë 6. E para, thash pjesa e tretë e natës. E dyta, thash pasi që thirret me njerë ezani. E treta, mes ezanit dhe mes ikametit. E katërta, qëllimi pas namazit nuk është pas namazit qëllimi është do thot pas salavatëve para se me dhon selam. Pastaj tha prej momentit kur imami ditën e xumah hip në minber e derisa të përfundoje namazin e tij, namazin e xumos, dhe e 6 është koha e fundit e namazit të ikindis. Kjo është kushti i dytë. I treti, tha nëse lutja e tij përputhet me përuljen në zemrën e tij, zemra e tij është e gjunjëzuar, e thyer para Allahut azza wa jall, e tregon përuljen, nënshtrimin, përkuljen, e tregon do thot atë ubudien e tij. Kjo është e treta. E katërta, thash kusht që të kthehet ose një prej kriterëve që pëlqet është kthimi ka kiblja. E pesta, qet me abdes. E gjashta, ti ngritet duart e tij drejt Allahut azza wa jall. E shtata, të fillojë me falënderimin e Allahut dhe me lavdimin e tij. E teta, çoje salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E nënta, para se të fillojë, para se të hyjë në lutje dhe ta përmendë nevojën e tij, të kërkojë falje prej Allahut edhe të bëjë istighfar. E dhjeta, pasi që fillon me nevojën e tij dhe me lutjen e tij, ta këmbgule në kërkesën e tij. Këmbgule do thot këmbgul, 1 herë, 2 herë, 3 herë, e përmend do thot lutjen e tij. E 19, lutja e tij me shpresë dhe me frikë, do thot e shpreson atë që e kërkon dhe ka frikë që Allah mos ja pranoje, dhe ka frikë që Allah zotëgjel ta dënon. E 12, është që të arrijet e Allah zotëgjel me emrat e tij, dhe me cilësitë e tij dhe me tauhidin e tij. E 13, para lutjes qape sadaka. Kush i blason thot këto, me lenë Allah shpresohet që lutja e tij mos të kthehet, dhe përfundim në Qayyim i thot, veçanti nëse lutja e tij përputhet me gjitha ato lutje që i ka përmend pejgamberi sa dhe shpresohet që ajo lutje të pranohet me lenë e Allahut azza wa jall, ose lutja e tij e përmend ose e përfshin emrin më të madh të Allahut azza wa jall. Këto ishin kushtet që i përmeni Ibn Qayyim rahimahullah. Unë do të filloj inshallah një pas një të i sqaroj pak më gjërësisht me lenë e Allahut azza wa jall. E para prej çështjeve thot hudurul kalb wa ijtimau ala al-matlub. Është përmbledhja e zemrës edhe fokusimi i asaj krejtësisht të ajo që e kërkon. Çështja e parë, muslimani duhet me ditë që kur i lutet Allahut azza wa jall, zemra e tij duhet me qenë prezente. Zemra e tij prezente nuk kupton do thotë që zemra e tij drejtohet ka Allahu azza wa jall. Mos jetë zemër e cila është e shkujdesur. Zemër e cila do thotë është neglizhente, po zemër e cila e di se kujt i drejtohet, dhe e di se para kujt qëndron, dhe e di se atij që i drejtohet, kërkohet prej tij, padyshim që zemra të jetë prezent. Nëse një zemër nuk është prezente në atë moment, edhe zemra e tij është ngaflet, lutja e tij refuzohet. Prandaj duhet zemra të punojë njëjtë bashkërisht me gjuhën e tij. Pejgamberi sa më tha, ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijab. Lutjon Allahut dhe jeni të bindur ju në pranimin e lutjes që ju ja drejtoni Allahut azza wa jall. Wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dijeni që Allah nuk e pranon lutjen e atij i cili është neglizhent dhe i cili është i shkujdesur.
E normalisht, kur njeriu ka lëvizje të shpeshta në luqet e tij, e keni pa shpeshherë te ne ku lutet dikush, veçanti në trevat e tona pas namazit. E keni pa se kur i ngrit duart e tij, ai do thot në ato momente shikon majt ose ngjath. Edhe do thot i lëviz duart e tij, e prek trupin e tij, ose do thot i prek flokët e tij. Gjua e tij është e vërtetë se lëvizën, mirë po zemra e tij nuk lëvizën. Ai nuk ngjen realisht në zemrën e tij asnjë lloj porulje. Ai nuk e ka fokusin e tij krejtësisht te luqja, po fokusin e tij e ka diku tjetër. O shikon gjatë, o shikon majt, o shikon do thot përpjet, o shikon do thot ka imami, mirë po asnjëherë nuk lutet, nuk i merr duart e tij edhe ta tregoj porulën e tij në ato momente kur i lutet Allahut. Kjo tregon do thot që zemra e tij në ato momente nuk është e fokusuar me luqje, po zemra e tij është e fokusuar me krejtësisht diku tjetër. Omer ibn Abdulazizi e pa një njeri i cili lutej Allahut dhe në dorën e tij kishte guralec. Sikur se sot tash me marr tespi. Me marr do thot ti më lut Allahut, edhe me vete me pas tespi. Edhe kur e pa Omer ibn Abdulazizi i tha ela elqeit el hasa. Akhlaste ila Allahi dua. Tha sikur tha ti kishe braktis ato tespi ose ato guralec, edhe të kishe qenë i sinqert me Allahun azza wa jalla në luqen tënde. Normalisht sot shumica e jon, zakonisht kur fillojnë luqet e tyre, e kemi një problem serios. Problemi serios sot nuk janë as tespit, e nuk janë as guralecet. Problemi jon sot është telefoni. Telefoni është ai i cili sot pengon që të kesh fokus në luqet e tua, të kesh fokus në ligjërat, të kesh fokus edhe në hutbe, të kesh fokus edhe diku tjetër, për shkak se nuk e ke fokusin as te hoxha shka fol, e nuk e ke fokusin as te doja shka e ban. Normalisht telefoni është një prej faktorëve sot i cili ja na shkalon ato do thot mendimet e tona edhe e shpërqendron zemrën që tjetë e porulë para Allahut azza wa jall. Nëse zemra shpërqendrohet, edhe mendimet shpërqendrohen, edhe fokusin nuk është te luqja, se ti realisht ti je nevojtar. E ki pa kur dikush ka shumë nevojë, edhe shkon te dikush se sa pret prej ti mi u përgjigj kërkesës ti, kur ke nevojë për me shku te mbreti, ose me shku te pushtetari, ose me shku te shefi, edhe kërkon punë, a e ki pa se sa je i kujdesshëm e prit çdo fjalë ai çka e thot prej gojës ti, edhe mundohesh me pas fokusin e plot se çka po fol mos po gabon, se si të gabosh atëre shkoj, ti ki biznesi, ti ku puna, apo ti ku puna. Normal që tik. E te Allah subhanahu luqja jote që prej çasaj luqje ndoshta varet dunjaja jote edhe ahireti jote, krejt varet prej asaj. E atëre në këto çaste, në këto momente, duhet patjetër duhet me qenë zemra e fokusuar tërësisht në atë luqje, në atë kërkesë tonë ti që e ke për Allahun subhanahu. I drejtohesh Allahut, i lutesh atij, i ngrit duart, edhe zemra jote është tërësisht e fokusuar në atë. Kush vepron kështu me kush vepron shpresohet me lenë Allahut azza wa jall, normalisht luqja e tij, starti i tij qeti mirë. Normalisht nuk është e lehtë. Është e rëndë, për shkak se shejtani mundohet në ato momente në ato momente do të shpërqendroje. Ti sjell lloj mendime, biznesin, gruan, familjen, fëmijët, frikat e tua, dunjos, gjitha ti sjell në përmendje. Duhet pak luftë, duhet pak mund me nefsin tan me qëllim që qëndrosh në atë që ti e kërkon. Kjo është kushti i parë që e përmendim në Kaimi, prezenca e zemrës edhe fokusi në atë që e kërkon. Kushti i dytë është përputhja e kohës kur pranohen luqet me lenë Allahut azza wa jall. Ibn Kaimi i përmendi 6 kohë, ose i përmendi 6 kohra kur pranohen luqet. Këto 6 kohra janë kohra që kanë ardhur thotë të vërtetuar se në ato kohra pranohet luqja me lenë Allahut. Kjo nuk do thotë që luqja nuk pranohet kohra tjera. Luqja pranohet edhe kohra tjera normalisht, veçanti kur njeriu është nevojtar, është zorli, atëherë është më afër sinqeritetit, është më afër Zotit tij. Po këto 6 kohra janë kohra ku transmetohet që në këto kohra pranohet luqja me lenë Allahut xhel. E para është pjesa e tretë e natës. Pjesa e tretë e natës është një prej kohrave më të veçanta, më të dalluara, ku Allahu xhel i pranon luqet e robërve vet. Pjesa e tretë e natës është pjesa e fundit e natës. Nëse ata nuk e di, ose kush nuk e di se si llogaritet pjesa e tretë e natës,
e merr perëndimin e diellit edhe e shikon kohën e imsakut, kohën e agimit. Edhe e merr shembull, nëse po supozojmë, nëse perëndimi i diellit është ora 7, edhe imsaku është ora 6, i bie do thotë që nata është diku 11 orë. E pjeston me 3, diku del 4 orë gjys. 4 orë gjys, diku, paravorësisht. Ose, sa vi, 11 orë, pjestu për 3, diku i bie 3 orë gjys, fakt, po, 3 orë gjys. Tash e llogarit, prej ora 7 është perëndimi i diellit. E ban 3 orë gjys, 10 e gjys është pjesa e parë e natës. Prej 10 e gjys, deri ora 2 është pjesa e dytë e natës. Prej ora 2, deri ora 5 apo 6, është pjesa e tretë e natës. Edhe në pjesën e parë normalisht është pjesë e vlefshme, mundesh me fal namaz, llogaritet namaz natë. Edhe pjesa e dytë është pjesa e vlefshme, llogaritet namaz jo namaz natë. Mirë po, pjesa e tretë e ka një specifik, një veçori që e ka përmend Pejgamberi s.a.s. Pejgamberi s.a.s. tha që Allah Azza zbret çdo natë. Në pjesën zbret çdo natë do thotë në qiellin e dunjas. Kur mbetet pjesa e tretë e fundit e natës, zbritja Allahut Azza është me qenjen e tij, jo me mëshirën e tij. Allah zbret me qenjen e tij. Si zbret? Allah Azza e di. Logjika ju nuk ka mundësi ta perceptojë atë, po Allah zbret me qenjen e tij, jo me mëshirën e tij. Edhe thot, men yed'uni fastajību lehu. Kush më lutet mua që unë t'i përgjigjem atij. Wa men yas'alni fa'utihi. Kush kërkon prej meje që unë t'i jap atij. Wa men yastaghfiruni fa'aghfiru lehu. Kush kërkon prej meje falje që unë t'i jap falje atij. Kjo hadith tregon që kjo kohë është koha më e mirë për atë që ka halle dhe ka derte. Dhe ka nevojë që të lutet, që Allah Azza t'ia pranojë lutjen atij. Kjo pjesë nuk është e kurzuar që qet vetëm se namaz. Pjesë do thotë ku falësh ose veç ku lexon Kur'an. Jo, mundet me qenë edhe ku i lutesh Allahut Azza. Këtë orë, 1 orë, 2 orë apo 3 orë, lutje Allahut Azza. Do më fal, nuk ka problem. Për shkak se falja përkundrazi kur falet namazi, realisht ka edhe lutjen të, ka edhe tekbir, ka edhe do thonë e lavdron Allahun, e madhëron Allahun, plus asojna ka mundësi t'i lutesh Allahut Azza në sejdë, që është do thotë një prej vendeve ku më shumë ti do shpresohet pranimi i lutjes. Do thotë kjo pjesë është pjesa e bereqeshme. E dyta është gjatë ezanit. Qëllimi gjatë ezanit, thonë ulemat, është më njëherë kur muezini e thirr ezanin. Më njëherë. Do thotë pasi që përfundon muezini me ezanin, atëherë i lutesh Allahut Azza. Kjo kohë është koha ku pranohet lutja. Muezini e thirr ezanin. Preferohet ai i cili e dëgjon ti përsëritë fjalët e muezinit. Muezini kur thot Allahu Akbar, ti thu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deri në fund, pasi që e përfundon, preferohet me thos salavat e Pejgamberit s.a.s. Pastaj lutja që është e njohur, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammeden al-wasilata wal-fadilata wa ba'thu maqam mahmudan alladhi wa'ata. Këtë lutje. Pas kësaj, me njëherë lutu. Me njëherë. Kjo kohë, pas sezonit, është koha kur pranohet lutjet me lenin Allahu xhel. Me njëherë, kjo nuk ka të bëjë me sezonit dhe ikametit. Me sezonit ikametit është diçka tjetër. Kjo është lutja me njëherë, si thirr ezanin, me njëherë lutu. Kjo është koha e pranimit duave me lenin e Allahut Azza xhel. Kjo është e dyta. E treta, ose para asojna thot Abdullah ibn Amr, tha që një njeri e pyeti Pejgamberin se më Rasulullah, tha muezinë ta pethirin ezanin. Edhe ata kur pethirin ezanin, tha po na te kalojmë me shpërblime. Atëherë kanë pas problem çështjen e thirrjes së ezanit. Për shkak se kur e kanë thirrë ezanin e kanë ditën që marrin shpërblime. Krahasim me sot. Sot është problem me gjetë njeriu i cili ja thirr ezanin. Hik, secili hik. Edhe nuk ka dëshirë për me thirr. Jo thot zoni, jo thot melodia, jo thot unë nuk përputhem, jo po vjen turp, jo po vjen marrë, ku dim çka. Nuk lund rol. Tamam, mundet me qenë më mirë kur ka dikush zon, nuk ka problem. Ama nuk ka kusht me pasë të zot. Qëllimi është me thirrë ezanin. E i kanë thonë Pejgamberi ja Rasulullah, këta që po e thirrin ezanin po na te kalojnë. Çka më bë? Tha Pejgamberi tha thuani atë që e thot muezini dhe pasi që e përfundon, kërkoni do që jepet me lenë e Allahut Azza xhel. E ulema thonë që kjo është argument që personi i cili e thirr ezanin
dhe tjetëri e përsërit fjalën e tij. Menjëherë pasi që e përfundon, i thot salavatet. Edhe ato luçe që janë preferuar sipas sunetit, menjëherë mos ndalet. Po menjëherë le të lutet me luçe të ndryshme që ka nevojë, sepse shpresohet pranimi i luçes së tij. E treta është me sezonit edhe ikametit. Me sezonit edhe ikametit kanë argumente ku tregohet edhe sqarohet që duaja pranohet me lejen e Allahut azza wa jall. Prandaj kur thirrë zoni, atëherë preferohet falja e namazit, mes sezonit edhe mes ikametit. Nuk preferohet me nejtë në kom, edhe me prit ikametin sikur se veprojmë na. Në shpesh herë kemi diskutu, edhe e kam sqaruar, se nuk është e hishme muslimani që ndrojë në kom 5 minuta edhe ta prite imamin derisa të vijë. Imami mujtet me pas shtëpinë e tij afër xhamisë, edhe sunetin e fal në shtëpi. Nëse imami është afër, sunetin e fal në shtëpi edhe vjen. Kur të vjen imami, çatëherë thirret ikameti. Ikameti nuk thirret para se mall imami. Nëse është koha e caktuar pritet, nuk bëhet bete nëse prit pak 30 sekonda. Prit edhe 1 minutë. Po kutmu, nashta kutesh për me dal me bë mohabet për jashtë. Po, ama për punë dishon nuk besoj asnjëherë kur jo. Se zakonisht ata persona që kanë anku, zakonisht ata persona kanë qëndruar jashtë gjysore, po nuk kanë qëndruar në xhami, edhe s'kan pas punë jashtë. Po qëllimi këtu është nuk kemi sabër. Edhe kur ndjen dikush pushtet mbi dikan, do me i bë presion. Këtu nuk shkon me presione. Se këtu ka rregulla, edhe ka etik. Nuk mundesh kujna ti në tekët, si ti në tekët ati, caktuaj rregulla ose të vendosje do të kriteri. Jo. Ezani ka thirr, falet namazi. E fal namazin, ban dhikr, ban istighfar, është koha kur pranon luqet. E tha pejgamberi s.a.s. luqa e cila bëhet mes ezanit edhe mes ikametit nuk refuzohet. Ajo luqe pranohet. Do thot ti hy, falesh, masi falesh, e kryn, atëre lutu, bando te Allah Zogjel. Se qajo kohë është koha e pranimit luqeve me len e Allah Zogjel. Po ashtu, pejgamberi s.a.s. tha idha nudje bis sala, futjat e buabu sema, wastu gjibe dua. Tha kur thirr ezani për namaz, hapen tha dyert e qiejve, edhe pranohet luqja me len e Allahut azza wa jall. E andaj besimtari, është mirë që këtë kohë ta shfrytëzojë në luqje, jo në pritjen e imamit. Edhe mos marrë imami mujtet me dal kushdo namazin e fal. Se nuk bëhet beti. Do thotë secili prej neve ne e dimë elhamin edhe dimë kanë një surë shkurt. Mujtet me dal pas një problem hiç. Nuk ka nevojë as shurë mu bë, nuk ka nevojë as diskutim mu bë, po shumë thjesht. Çohet, ngritet, falet, kryet namazi, përfundon adhurimi edhe çaq. Nuk ka nevojë për diskutime. Zakonisht kur njeriu nuk ka me çka mu angazhu, mirret me këto çështje. Edhe bën temë diskutimi tan ditën edhe tan natën. Këto çështje nuk duhet që vlerësohen këtë formë edhe perceptohen këtë mënyrë. E katërta është luqja e cila bëhet në fund para se me dhonë selam. Luqja e cila bëhet para se me dhonë selam, shpresohet me lejen e Allahut azza wa jall që të pranohet. Kjo luqje kohën e vet e ka në fund namazit. Pasi që besimtari fillimisht hyn namaz, e merr tekbirin fillestar. Tekbiri nuk kupton madhërimin e Allahut. Pastaj fillon me leximin e elhamit. Do thotë që aty e lavdëron, e madhëron, e madhështon Allahun azza wa jall. Kërkon ndihmë prej tij. Pastaj fillon me sure. Pastaj bie në ruku. Pastaj do thotë e falendron Allahun, e madhëron. Pastaj ngritesh, pastaj sejdja, teshehudi, pastaj sërish namaz, rekat tjetër deri në fund, teshehudi, salavatet, edhe në fund kanë mbet veç duaja. Kjo dua, pasi që normalisht i ban gjitha ato adhurime, shpresohet me lejen e Allahut azza wa jall që të pranohet në atë momente. Për shkak se gjitha kriteret që i kërkon një luqje i plotson. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që kjo kohë masi të lexohen salavatet, është koha kur pranon luqjet. Te ne zakonisht e bëjnë luqjen Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Pse? Për shkak se kjo luqje është luqje gjithëpërfshirëse. E përfshin edhe çështjet e dunjos, edhe çështjet e ahiretit. E ai i cili nuk di luqje tjetër përveç seksual, le ta thot, a ban më lut me luqje tjera? Po. Nëse harron, e ka namazin rregull, e ka
nuk ka problem. Ajo luqja është sunet. Mirë po, nëse dim ma shumë luqje, lutu, për shkak se është koha kur pranohet luqja me lejen e Allahut. Thapem se kur e pyet Ibn Mesudi dhe kur jam mësoj te shehudin, thumma yatakhayyaru min ad-du'a. A'jabahu ilayhi faydu. Ta pastaj tha let lutet me cilën do luqje atij i pëlqen. Let lutet, sepse kjo koha është kohë ku pranohet luqja me lejen e Allahut azza xal. E do thot, kur je namaz, e ke çat luqje, në fund mos e le, edhe mos u gut. Rabbena atina fid dunya, e para. Pastaj lutem me luqje tjetër. Allahumma ighfirli, warhamni, warham abaway. O Zot, falen, o Zot, mëshiro mua, falë mua, fali prindërit e mi, o Zot, jepëm rrezik, jepëm bereqet. Do thot lutë Allahun azza xal me ato luqje shka i di me lejen e Allahut, se është koha e pranimit të luqjes. E pesta është kur imami ditën e xumë hip minber derisa të përfundojë namazi i xumës. Kjo kohë është kohë diskutabile mes ulemave. Ibn Hajeri rahimullah në librin e tij përmend 40 mendime se kur ditën e xumë pranohet luqja. Po dy janë më praafërta. Një që ka përmendur Ibn Qayyim rahimullah, kjo është e para. Kur imami hip minber. Qëllimi është kur imami hip minber, prej atij momenti kur çohet imami edhe fillon me ligjërim, atëherë nuk lejohet për me fol. Nuk lejohet për me fol. Imami nganjëherë bën dua. Kur imami bën dua, në atë periudhë lejohet xhamati ose të pranishmit me thon amin, po jo me zot lart. Ka prej mendimeve, Ebu Hanifja ose Hanefit e kanë mendimin që nuk duhet me lëviz as gjuhën, po e thot do thot mendjen e tij. Me dhëbet e tjerë ose do dietarët e tjerë thon ban po me heshtje. Do thot thjesht me heshtje, jo me zot lart. Jo me zot lart. Lejohet me thon amin. Kur imami thot o Zot, mëshiroj muslimant, mëshiron në neve, mëshiroj prindërit ton, thu amin. Amin vete. Kjo pjesë, thonë ulemat, është pjesa ku besimtari është mirë me u përgjigj luqjes khatibit, ligjëruesit. Kjo është e para. E dyta, e përmendin që koha kur imami ulet, qëndrimin e parë, ulet, që e kohë e shkurt, ban me bo luqje. Është koha kur pranon luqjet. Por shak se qëllimi është prej kur hipe imami minber, e derisa të përfundojë namazi i xumës. Që atëherë e ke atë vakumin për me u lut. Pasi që imami e kryen hutbën, nuk preferohet me u lut. Derisa fillon namazi. Kur fillon namazi, atëherë në sejdë lutu. Për shkak se Allah është koha e pranimit të luqjes. Lutu para se me dhon selam, për shkak se është koha edhe e namazit kur pranohet luqja, po edhe koha e ditës së xumës kur pranohet luqja. Derisa të përfundohet namazi. Këto kohra janë me lejen e Allahut, kohra ku shpresohet mu pranu luqja. Pejgamberi se tha ditën e xumës, tha është një kohë që nëse muslimani lutet në atë kohë, edhe qëllon ajo kohë që muslimani është duke u fal, ose duke u lut, edhe lut Allahun azza wa jall për mirësi, Allah azza wa jall i jep atij. Disa prej ulemave e kanë përmendur dhe kanë thonë do thotë që qëllimi është diku tjetër. Qëllimi është më gjatë. Kanë thonë disa prej tyre që qëllimi është pjesa e fundit e ditës së xumës. Pjesa e fundit e ditës së xumës do thotë qëllimi është para akşamit. Prej pas ikindis e deri para akşamit. Në atë kohë preferohet për me u lut. Është koha kur pranohen luqjet prej pas namazit ikindis. Ose më thonë diku ka fundi, para se të perëndojë do thotë dielli. Këtë mendim do thotë e kanë disa prej ulemave, edhe Ibnul Qayyim rahimullah e ka përmendur do thotë një prej çështjeve të fundit që ka thonë do thotë se e gjashta prej kohërave ku pranohet, ka thonë është koha e fundit pas namazit të ikindis. E thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë që e xhumoja, dita e xhumos i ka 12 orë dhe nuk ka musliman i cili i kërkon Allahut azza wa jall brenda asaj kohe vetë Allah azza wa jall i jep atë. Dhe thot për mësesem feltemisuha akhiru sati badel asr, dhe kërkone atë kohën pas ikindis, kohën e fundit, do thot e ikindis para se të perëndoj dielli. Këto dy kohra janë kohrat që më së shumti shpresohet me lejen e Allahut që të pranohet luqja me lejen e Allahut azza wa jalla. Ibn al-Qayyim anon ka këto dy mendime edhe pse thash
që realisht ulemat ka prej atyre që disa i kanë numëruar diku 40 mendime se kur është kjo kohë. Kjo është kushti i dytë. Kushti i tretë me lenin Allahut është porulja e zemrës, thyrja e zemrës para Allahut azza wa jall. Përkushtimi edhe do thot nënshtrimi i zemrës plotësisht ndaj Allahut azza wa jall. Ibn Qayyim përmendi këtë si kushtin e tretë edhe tha bile kjo nuk vlen vetëm se te luçja, po kjo vlen te çdo ibadet me len e Allahut azza wa jall. Normalisht çdo rob i cili drejtohet Allahut azza wa jall me porulje të plot shpresohet që çdo adhurim i tij pranohet me len Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall tha ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Tha luçoni Allahut, tha të porulur edhe në heshje. Të porulur edhe në heshje do thot luçi Allahut me porulje të plot edhe me heshje. Nuk ka nevojë që njeriu ta ngrisë zërin e tij që Allahu azza wa jall ta dëgjoj, për shkak se Allahu azza wa jall dëgjon. Nuk ka nevojë që të ngritet zëri kur e përmend Allahun, do të gjatë dhikrit ose luçes Allahut me qëllim që Allahu azza wa jall ta dëgjojë dhikrin tan. Jo, për shkak se Allahu azza wa jall e di. Edhe tha Allahu azza wa jall innehu la yuhibbul mu'tadin. Allahu nuk i do ata që te kalojnë kufit. Personi i cili lutet Allahut azza wa jall, le ti lutet, le ti drejtohet, mirë po me zot ulur, me heshje. Përmes se më tha e juhan nas, erbau ala anfusikum, tha o ju njerëzi. Tha mos e mundoni veten tuaj. Mos e mundoni do të mos e lodh veten tënde ti me ngrit zërin tënd edhe me bërtit se s'ka nevojë. Tha innekum laysa tad'una asamma wala ghaiban. Tha ju tha nuk keni duke e lutun ati i cili është i shurdhur, edhe ati i cili është i largët, po ju i luteni atij i cili ju dëgjon, edhe është i afër, Allahu është me juve. E thojnë ulemat Ibn Haxheri rahimullah thotë që urrejë që njeriu ta ngritë zërin e tij gjatë dhikrit, edhe po ashtu do thotë gjatë duas, edhe thotë ky është mendimi përgjithësi i selefëve dhe sahabëve dhe i tabinëve. Imam Neviu thotë rahimullah, ky hadith tregon që pëlqet ulja e zërit dhe luçja në heshje, qoftë me dhikr apo me dua, përveç atyre vendeve të cilat kanë që preferohet ngritja e zërit gjatë dhikrit apo gjatë duas, sikur sa është rasti i haxhijut ose umrexhiut, i cili shkon haxh dhe umre, edhe thotë lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lebejk. Preferohet ngritja e zërit. Kryesorja në përgjithësi do thotë nëse i lutesh, nuk ka nevojë që me ngrit zërin tan për shkak se Allahu subhanahu wa taala di. Edhe nuk ka nevojë për me ngrit zërin tan që qetri për me dëgju, sepse askush nuk ka nevojë për me dëgju nevojën tënde. Ai i cili ka nevojë ti vet, edhe e ke përpara një Zot i cili dëgjon edhe e di. Andaj në heshje edhe me porulje, këto tri janë të parat me lenin Allahu personte, e tjerët me lenin Allahu do t'i përmendi ligjëratën e ardhshme. Do thotë kritere që besoj që nëse ngadalë i meditojmë mirë, e shohmë që lutjet e tona pse nuk pranojnë. Për shkak se shpeshherë do thotë gabojmë, edhe shpeshherë i neglizhojmë shumë për këtyre rregullave, kritereve të cilat i përmendin thotë dietarët janë për kritereve, kushteve pranimit lutjeve tona. Lutë Allahun azza wa jall që Allahu t'i pranojë ato. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.